Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. SPAK heton tenderin 2 milion euro për mbikëqyrjen e ndërtimit të tunelit të Llogaras, sekuestrohen dokumente, dyshohet se fituesi u paracaktua. Kreu i prokurimeve publike thirret për herë të tretë në prokurorinë e posaçme, hetohet për shpërdorim detyre dhe favorizim të kompanive në tendera. Edi Rama premton dyfishim të pensioneve dhe pagë mesatare 1.200 euro, ndërsa Berisha akuzon Belinda Ballukun për afera të rënda korruptive. Jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore. Prokuroria e posaçme konfirmoi këtë të martë hetimet ndaj dy kompanive që mbikëqyrën punimet për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Hetuesit sekuestruan dokumentet e tenderit me vlerë 2 milion euro si dhe prova të tjera. SPAK dyshohet se fituesit e kontratës ishin paracaktuar me ndërhyrjen e ish drejtorit të rrugëve Ervis Berberi. Dokumentacioni i kompanisë që ka kryer mbikëqyrjen në ndërtimin e tunelit të Llogaras u sekuestrua. Prokurori i posaçëm Dritan Prençi me datë 10 prill ka kërkuar që shkresat e kompanisë Hill International NV dhe Net Group SHPK, kompani të cilat kanë kryer supervizimin e punimeve të ndërtimit të tunelit, të bllokohen, së bashku me dokumentet që lidhen me kostot dhe fitimet e të dyja shoqërive. Marrja dhe këshyrja e dokumenteve sipas shkresës është bërë për llogari të procedimit penal të vitit 2023, që ka çuar përpara përgjegjësisë penale Ervis Berberin, ish drejtuesin e autoritetit rrugor shqiptar. Kompania Net Group, në pronësi të Valter Begajt, i cili më parja ka bler Berberit, dyshohet se është favorizuar për të fituar të drejtën e mbikëqyrjes së punimeve në këtë tunel. Hetuesit kanë dyshime se pikërisht lidhja dhe miqësia e zotëruesit të firmës private që kishte me ish-kreun e ARSH-s mund të ketë ndikuar në përcaktimin paraprak të fituesit. Nga hetimet e deri tanishme, SPAK akuzon ish-kreun e ARSH-s Berberi se favorizonte mikun e tij Begaj në tendera përmes si kompanie që ai kontrollonte në mënyrë të tërthortë. Në dhjetor të vitit 2021, Ministria e Infrastrukturës shpalli garën për tenderin për mbikëqyrjen e punimeve në ndërtimin e tunelit të Llogaras me fond limit 196 milion lekë ose gati 2 milion euro. Në këtë garë morën pjesë disa kompani private, të cilat u skualifikuan për shkak se nuk plotësuan kriteret e kërkuara në tender. Në këto kushte, dy kompanit, Hill International NV dhe Net Group, u shpallën fituese. Tuneli i Llogaras u inaugurua përpara një viti. Kryetari i Komisionit të Prokurimit Publik, Jonait Mizyri, është marrë sërish në pyetje nga Prokuroria e posaçme në cilësinë e personit nën hetim për shpërdorim detyre dhe favorizim të kompanive në tendera. Sipas burimeve, gjatë marrjes në pyetje, ishte i pranishëm edhe avokati i tij Ermir Beta. Deri më tani nuk është ngritur asnjë akuzë zyrtare ndaj tij. Kjo është hera e tretë që kreu i prokurimeve publike paraqitet në SPAK. Hera e fundit ishte më 7 prill ku qëndroi për më shumë se 2 orë dhe pas daljes nuk bëri asnjë deklaratë për mediat. Mizyri drejton Komisionin e Prokurimeve Publike që prej vitit 2020. Ky institucion është organi më i lartë administrativ në fushën e prokurimeve publike dhe trajton ankesa që lidhen me procedurat e prokurimit, koncesioneve, partneritetit publik-privat, ankandeve publike dhe dhënien e lejeve minerare përmes procedurave konkurruese. Gjykata e posaçme apelit ka lënë në burg Zambak Gjonin dhe Arnold Rokajn, dy persona të akuzuar për sulmin kibernetik ndaj SPAK-ut. Ata akuzohen për hakerimin e emaileve të disa prokurorëve si dhe për shpërndarjen e informacionit tek persona të tjerë. Sulmi kibernetik ndodhi me 12 mars, kur u realizua ndërhyrja në kompjuterat e disa prokurorëve të posaçëm. SPAK bëri të ditur se autorët u arrestuan brenda 24 orëve nga momenti i hakerimit dhe se ata nuk arritën dot të thyenin sistemin e brendshëm të sigurisë. Objekti i sulmit kibernetik ishte edhe kompjuteri i kreut të SPAK-ut Altin Dumani, por hakerat dështuan që të merrin ndonjë material. Në një takim me të moshuarit në Gjirokastër, Edi Rama premtoi dyfishimin e pensioneve. Lideri socialist pranoi se ky është një objektiv i vështirë, por jo i paralizueshëm. Rama premtoi gjithashtu se paga mesatare në mandatin e 4 do të arrijë në 1.200 euro. Me
Me pësën për pension të dyfishuar ose me opozitën në Humner. Këtë mesazh të drejt për drejt u përcjelli krye socialisti Edi Rama pensionistëve të Gjirokastrës gjatë takimit të sotëm. Ky objektiv është ambicios, nuk është i lehtë, por ne do bëjmë çmos që ta arrijmë. Të tjerat, këto që ju thonë, janë të gjitha rruga drejt Humnerës. Rritje page, tha Rama, do të ketë edhe për sektorin arsimor. Dhe plani ynë është që në Shqipëri 2030 të jetë 1.200 euro. Kritikave për mungesë programi elektoral, Rama ju përgjigj prerë. Ndërkohë që ne kemi jo program, po ne kemi program e plan qeverisës në çdo sektor, se jemi duke negociuar me Bashkimin Evropian. Si negocion Bashkimi Evropian me një vend që s'ka program? Dhe planet tona në çdo sektor janë të detajuar edhe për çështjen e pensioneve. Ne japim llogari atje. Si, qysh, tek, çfarë plani keni, ku do shkoni, si do shkoni, nuk mund të shkojmë të themi atyre ne shiko se do ta çojmë si masqevit të punë. PS premton dyfishim mbështetje për fëmijët me aftësi të veçanta. Pra do t'i japim dyfishin e mbështetjes që marrin sot për fëmijën me aftësi të veçanta në mënyrë që të kenë më shumë mundësi të kujdesen për ta, se e kemi shumë mirë parasysh që kujdesi për ta është jashtëzakonisht i veçantë për nga përgjegjësia dhe për nga ngarkesa. Në mbyllje Rama tha se në fund të qershorit fillon zbatimi i marrëveshjes së pensioneve me Italinë, ndërsa me Greqinë kanë filluar negociatat. Sali Berisha akuzoi Belinda Ballukun për vjedhje të paimagjinueshme në ndërtimin e tunelit të Llogaras. Duke marrë shkas nga lajmi se SPAK po heton këtë vepër, lideri i opozitës tha se numri 2 i qeverisë ka dosje më të rënda se sa kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha reagoi pak orë pas publikimit të lajmit se SPAK-u po heton ndërtimin e tunelit Llogaras. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se zëvendës kryeministja Belinda Balluku ka dosjet më të rënda, por nga ana tjetër lideri i opozitës Berisha u tregua skeptik ndaj hetimit të prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Ljubia i ka dosjet më të rënda shumë se Erion Veliaj. Ai tuneli Llogaras është si punë e Nestian Golit, apo jo? Si puna, thash, nuk është tamam si Nesti. Se dhe aty dore e Ramës është 100%. Se pazari u bën në Ankara, kompania ishte e dytë me 130 milion euro, kompania tjetër me 180 dhe tani janë edhe 50 milion euro, se po shkon 230, po shkon 230. Berisha shpjegoi se është skeptik ndaj hetimeve duke sjellë si shembull vendimin e gjykatës posaçme për inceneratorin e Tiranës. Sipas Berishës, asnjë prej personave në Ministrinë e Infrastrukturës që kishte për detyrë të mbikëqyrte punimet në inceneratorin e Tiranës nuk u vendos para drejtësisë, edhe pse ky incenerator nuk ekziston. Në asnjë mënyrë skapi nuk i mirte dot këta. Se po të mirte këta, ose do bëheshin të burgosur të paguar, do paguan të Belinda kaq milion, ose do të regonin se nuk na ka leju Belinda për të bërë mbikëqyrje. Dhe se parat janë dhanë, për arsye se i ka marrë Belinda, minimumit, themi. Unë them se ka marrë Belinda parat. Parat i ka marrë Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ndërkaq që akuzoi kryeministrin Edi Rama për deklaratat e tij në lidhje me fotot nudo gjatë takimeve elektorale. Në ligj kombëtar dhe ndërkombëtar, ata që kanë kryer akte të tilla janë përjashtuar nga gara zgjedhore dhe janë ndëshkuar me ligj. Lideri i opozitës Berisha ju kundërpërgjigj rivalit politik edhe për sulmet në raport me moshën e tij. Unë e kam ftuar Edi Ramën në çdo studio që të zgjedh ai dhe në çdo shesh publik të ballafaqohemi pak dhe të shoh se kush ka shenja të senilitetit, të rrjedhjes dhe të vitja u tregojmë shqiptarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha theksoi se eksperienca e tij është një prej elementeve më të fortë në këtë fushatë elektorale.
Gjykata antikorrupsion la në burg pa afat shefin e policisë rrugore të Tiranës, Roben Seka, dhe atë të sektorit të aksidenteve, Sokol Novaku. Në bashkëpunim ndadyshohet se kanë marrë rishfet në këmbim të lehtësimit të pozitës së një gruaje që kishte shkaktuar aksident. Gjëja ka ndodhur në datën 16 prill në Mars në Tiranë, ku dy automjete janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasojë, 5 persona që udhëtonin në njërin nga makinat janë dërguar në spital për të marrë ndihmën mjekësore. SPAK dyshon se për të kryer këtë favorizim, zyrtarët e rrugores kanë marrë 2.000 euro. Dje, për të njëjtën ngjarje u la në burg edhe oficeri i policisë gjyqësore Edison Tabaku. Mosragortimi të dhënave mesatimeve dhe Bashkisë së Tiranës ka sjellë paqartësi në shlyerjen e taksave. Ndonse kanë bërë pagesat përkatëse, shumë biznese rezultojnë debitor duke u përballur edhe me kamat vonesat. Qindra bizneset të kryeqytetit janë gjendur të surprizuar kur një njoftim i zyrës së taksave vendore të bashkisë u ka bërë të ditur se janë debitor, madje dhe me kamat vonesa, edhe pse i kanë kryer pagesat e detyrimeve. Shkak për këtë situatë është bërë një rivlerësim i xhiros së aktivitetit. Ky rivlerësim është bërë pas informacionit të rifreskuar që Drejtoria e Tatimeve ka sjellë për bizneset e kryeqytetit pranë bashkisë. Kjo vjen për efekt të një rivlerësimi që ka bërë vendimi i Këshillit Bashkiak, që nuk më duket se ka ndonjë sens, pasi unë nuk kam parë që një VKB të ketë fuqi prapa vepruese, do të thotë që të ka dalë në 2024 dhe të ketë rivlerësim në 2023. Në atë dialogun që kemi pasur me bashkinë është referuar duke justifikuar që neve kemi bërë një rakordim me vonesë me tatimet. Ekspert të fushës thonë se rivlerësimi me efekt prapaveprues është një praktikë që duhet apeluar në gjykat, pasi asnjë rregull apo ligj nuk mund të ketë një efekt të tillë. Shumë profesionistë të lirë janë të habitur sepse dhe atyre ju është rritur taksa e bashkisë dhe ju është rivlerësuar me arsyeën që janë profesione të lira. Rivlerësimi është nonsens, po akoma më nonsens është gjoba dhe interesat që shoqërojnë këtë rivlerësim, se nëse më ke rivlerësuar me vonesë, nuk është faji im, nuk është faji mos funksionimit, bashkëpunimit midis tatimeve dhe taksave vendore, por unë jam e detyruar të pagoj dhe një gjobë dhe interes për një detyrim që unë nuk kam që në djeni ose nuk ka qenë e shfaqur tek mua thjesht në momentin që u bëri vlerësimi. Amullia e krijuar ka bërë që në sportelet e bashkisë të dynden bizneset për të kryer pagesat shtesë, të cilat kanë ardhur për shkak se institucionet publike nuk rakordojnë të dhënat në kohë reale. Danela Shima ishte fermerja e radhës e eliminuar nga gara në spektaklin e të hënës me votat e publikut. Ndërkohë Agaj vendosi të ndëshkojë përcjellje të pahishme Ganiun me 15.000 euro zbritje nga çmimi i madh. Ferma VIP 2 vijon të rrëmbej vëmendjen maksimale që prej ditëve të para të nisjes së rrugëtimit të saj, ndërsa fermerët kanë dhuruar spektakël, emocione të bukura, por edhe garë në mbrëmjen e 7 Prime. Moderatorja e këtij formati, Luana Vjollca, e nisi natën me një mesazh të fuqishëm mbi vlerat e vërteta që ky prodhim kërkon të përcjellë në publik. Gjithsesi sonte do të merren masa sepse Ferma VIP nuk do e përkrah kurrë dhunën dhe bullizimin. Një televotim kokë më kokë mes Nur dhe Danelës ka mbajtur në ankth vajzat gjatë kësaj jave. Sepse tani nuk ka më kohë, unë mbyll zyrtarisht televotimin. Përballje kjo që në bazë të votave të publikut i ndërpreu rrugëtimin modeles Danela Shima. Danela. Një eksperiencë që ndonë se zgjati pak për fermeren, do të mbetet më e veçanta e jetës së saj. Ndërkohë e eliminuara e tretë, Danela, në bazë të një formule tashmë të bërë publike nga Agaj, zgjodhi kryefermerin që do të drejtojë punët deri të premten. Do të vendos Albën kryefermere këtë rast. Zgjedhje kjo që shkoi për Albën, e cila gjithashtu do të përfitojë edhe shërbimet e dhomës së njëshit. Kënaqësi të isha pjesë e këtij programi. Faleminderit. Një tjetër televotim është të hapur deri të premten ku publiku ka të drejtë të zgjedhë të preferuarin e tij. Vot kjo që ndikon automatikisht në sfidën e radhës. Votoni ju lutem për fermerin që ju preferoni më së shumti. Mbrëmja e 7 e këtij spektakli ishte jashtë çdo parashikimi. 2 surpriza për 2 të nominuarat emocionuan jo vetëm fermerët, por edhe publikun. Nur dhe Danela, pas rrëfimeve rënqetëse për jetët e tyre, u surprizua nga 2 vëllezërit e tyre. Takime këto që treguan edhe një herë lidhjen e fortë të vajzave me familjarët.
Debatet e forta shpesh deri në ngritje zëri u evidentuan gjatë spektaklit. Ujërat tani më janë trezuar dhe grupet duke se kanë filluar të marrin jetë duke sjellë përçarje mes fermerëve. A do vish te grupin? Te grupi? A do bësh ushtarin? Ushtari jotu? Agai edhe këtë herë u tregua strikt duke dënuar një tjetër konkurrent që ka thyer rregullat. Nëse Gania shpallet fituesi edicionit të dytë të Ferma VIP, 15.000 euro më pak nëse fiton çmimin e madh. Ishte ky ndëshkimi për Ganin, i cili ka ndërhyrë në hapësirën personale të Albës. Sfidat janë kryefjale këtij formati, ndaj si të tilla ato përcaktojnë vetëm nominimet, por edhe buxhetin e javës. E tillë ishte edhe loja me portokalle, fal së cilës fermerët arritën të fitonin 88% të buxhetit të vlefshëm deri në javën e ardhshme. 24 orë në 7 ditë të javës, Ferma VIP 2 vjen për publikun në 2 kanalet të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Bashkë do të ndajemi këtu, natë e mirë.